Alban Beqi ishte fituesi i ndeshjes së sotme me superiorin ndaj rivalit të tij nga Spanja, Roberto Casado. Një fitore e pasur, po shikojmë që keni marrë dëmtime në vetu. Rëndësishme është fitoria, dëmtimet nuk më binë mend, pasi nuk është hera parë që dëmtohem. Jam gjithë jetën i dëmtuar, po në përfundimi gjithmonë fitues. Edhe kjo është më e bukur. Alban, nuk do një ndeshje rivalizuese, prisit kundërshtarin kaq të fortë, apo për ju ndoshta nuk ju bindi në aty ku kishit ju përshmëri? E prisja, është kundërshtar shumë i fortë, e kam pa edhe me ndeshjet e tjera. Meraku ishte ndoshta nga që nuk isha i përgatitur 100% në atë që unë dëshiroj të jem, por e dija që do e kaloja, pasi kam eksperiencë vetë dhe e kam pasion, di të luftoj, di të ecë në ring, dhe kjo është ajo që më jep sigurinë në vetvete që arri fitoret e mia, binçe. Alban, në raundi 4 ishte më i miri për ju, spektakolar, e bombarduat kundërshtarin, ngritet pesh entuziazmin e tifozërisë. E kisha bërë plan nga raundi 4 deri në raundi 6 të ishin përfundimtare për mua, por t'ju them të vërtetën, më hyri vazelin te syri i majt dhe nuk po shikoja dot, edhe kisha merak, mos gaboja dhe kush do më kuptonte nëse do gaboja, dhe derisa mbaroi raundi që të pastrohesha, atëherë u lirova dhe ndjeva sikur linda për së dyti herë. Por më vjen një natë që nuk munda dot të jep maksimumin në raund 5. Po gjithsesi edhe ashtu si e veprova, doli bukur. Pak më herët jashtë kamerave na thatë se me kokë godiste me kokë kundërshtari ndoshta 6 rregullores. Po, nga që është boksier i krahut Sallaks, edhe unë jam i krahut djathtë, dhe kur janë dy boksierë në anë të kundërta, ka mundësi të përplasen shumë shpesh me kokë. Po mu më vjen mirë që ky aktivitet është shumë i fortë, edhe kemi të bëjmë me kundërshtar që janë ndeshje hapse. Jo ndeshje siç kemi dëgjuar që ikin, binë me round 2, binë me round 3, nuk bëjnë as boks, as nuk luftojnë. Bukuria është të humësh si burrat ose të fitosh si burrat. Ky është boksi, sport burrnor. Ndryshe mos bëj boks. Dhe ky turneu dëshmoj më së miri se ishte një boks i hapur. Patjetër, prandaj u bë dha rëndësi dhe unë erdha këtu, bile se janë sponsorizuar kundërshtarët nga promotori Mondo, nëse ato fitojnë me mua, kanë një premio të veçantë. Ne akoma s'kemi marrë premio. Po gjithsesi kjo është diçka që mua më ngret shumë në renditje boksin profesionist. Ti tregojmë botës që edhe në profesionizëm arrim shumë shpejt me hapa të shpejt. Kjo është fitoria e 16 radhazi, më sa di ne pas një humbje, 15. Pas një humbje, shpresoj të vazhdojmë ta mbajmë këtë ritëm. Deri ku mendon të shkoj Alban Beqi? Derisa të kem forcë, deri tani kam forcë dhe uroj ta kem përsëri këtë forcë. Pam pranë jush trajnerin tuaj të Tiranës, Shkodranin e minjor Saad Bushati. Ai me mua është qenë në femiri, edhe deri tani dhe do jetë gjithmonë bashkë me trajnerin legjendar Zevgjonin, edhe atë e kemi tonin. Ne jemi emblema e boksit. Kush do të vinë bëjnë neshë në ring. Alban, cilat janë ndeshjet e radhës në aktivitetet e radhës që keni? Është kampionati botëror në sportin olimpik, pasi është një kampionat i fuqishëm, është një nga kampionatet më zyrtar dhe më serioz në botën e boksit. Aty unë kam dalë i tretë në botë. Perspektivat janë shumë të mira. Shpresoj të uroj të arrijë një medalje prapë, pse jo vendi i parë. Edhe do luftoj fort. Do jap më të mirën të bëj krenar vendin tim. Dhe në mbyllje dedikim për këtë fitore të sotme. Ka Alban Beqi? Këtë fitore ja dedikoj familjes time dhe krejt mbështetësave të mi që vinë gjithmonë mbështesin kudo që shkoj. Dhe sot ishin të shumë, fakt. Patjetër gjithmonë janë shumë dhe uroj të jenë edhe më shumë. Suksese, Alban. Faleminderit shumë.